Territori shqiptar për datën 23 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të pjesshme në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa juglindja do të ketë intervale më të gjata me diell. Pasditja vijon me kthjellime dhe mot të qetë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë, me diell kryesisht në zonat jugore dhe juglindore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:18 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:30 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 7 deri në 13 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi, 3 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 7 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj, 6 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 6 deri në 14 gradë Celsius. Korç, 1 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 14 gradë Celsius. Sarandë, 8 deri në 14 gradë Celsius.